Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Shqipërisë ka reaguar për deklaratat e kryeministrit Edi Rama lidhur me çështjen e pezullimit nga detyrat e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, që po shqyrtohet njëkohësisht nga gjykata kushtetuese dhe ajo posaçme. Në nënpitkun e ankesës për uzurpimin e pushteteve ekzekutiv dhe legjislativ nga ai gjyqësor, në të vërtetë fshihet një mesazh presioni ndaj organeve të drejtësisë që kanë për shqyrtim çështje në fjalë. Gjithashtu mesazhe të tilla të përditshme të ushqyera ndaj publikut të gjerë synojnë të krijojnë një klimë mosbesimi ndaj pushtetit gjyqësor dhe mund të përdoret më tej si pretekst për marrjen e masave erozive ndaj këtij të fundit. Pas këtij reagimi, kryeministri Edi Rama u shpreh në mënyrë të ashpër ndaj akuzave. Mirëpo, gabon shumë shoqata e gjyqtarëve nëse pret që unë të mbyll gojën e të mos ndaj me publikun opinionin tim, as edhe kur jam vetë palë në gjyq kushtetues, për shkak se funksioni që mbuloj me votat e afro 1 milion shqiptarëve është goditur në pavarësinë e vet nga një prokuror e një gjykat dhe rrezikon të gjymtohet për sot e për të ardhmen në shtyllën e vet kurrizore. Më tej në deklaratën e shoqatës së gjyqtarëve riktheksohet se ndarja dhe balancimi i pushteteve është një nga parimet themelore të demokracisë. Prandaj pavarësia e pushtetit gjyqësor, arbitrimi final për zgjedhjen e të gjitha mosmarrveshjeve përbën një gur themeli për ndërtimin e shtetit të së drejtës. Kjo pavarësi vihet në rrezik jo vetëm nga veprime konkrete që synojnë kufizimin e sferës së kompetencave të këtij pushteti, por edhe nga çdo akt ose deklaratë që perceptohet si kërcënim ose presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore apo të ulur reputacionin e organeve të drejtësisë në sytë e publikut dhe në këtë mënyrë minon besimin e tij tek këto organe. E me këtë deklaratë Rama shprehet se ose nuk e din kuptimin e fjalës presion, sepse nuk i kanë parë të ankohen për ca të tjerë që prej vitesh u këndojnë librin e shtëpisë së njerëzve të drejtësisë, ose e din që kur ankohen për mua nuk u hyn gjem në këmbë, sepse unë jam ai që kam 10 vjet që nuk luftoj me ta, po luftoj për ta, madje duke i përtypur në heshtje si çështje të pavarësisë të shpallur botërisht me reformën në drejtësi dhe jo pak lajthitje të dhimbshme të gjyqësorit në dëm të lirive të drejtave të njerëzve të këtij vendi dhe të interesave të këtij shteti. Rama gjithashtu shtoi se nuk do të hesht edhe për kërkesën e gjyqtarëve për rritjen e pagave nga gjykata kushtetuese, duke e konsideruar këtë vendim skandalos të përsëritur, duke rrëmbyer kompetencat e qeverisë dhe parlamentit.